para se me kalu te Hoxha deshta me ngu se ky po fol me elle. A këna po thirret shqiptari. Na shta e di që shkronjën L serbët e përdorin. E përdorin shumë njerëz, po unë jam rrit në Malzi, jam i Malsisë. Si më nuk me hek pak se jo, s'kem nevojë me hek, se folim gjuhën geg origjinale, Malsi, se me da me hek kanë nevojë në Kosovë me hek shumë krumpira, e stomak, e zida, e janë tjetër, s'kem nevojë. Po na shta e di që gjuha, na shta e di që shkronja V nuk e përdorin serbët. Po unë muni me shqiptua, por edhe një fëmijë që lindet në Amerikë, a e ka teksin e vetë. Unë jam rritën në Malzi, s'kom studiuar një di gjuhën Shqipe, e kom trashëguar nga nona e nga baba. Ti përndysh jeton në Amerikë, Unë jetoj në Amerikë, por e kom trashëguar gjuhën nga nona e baba, jam i Malsisë dhe Gjolullit, ku anë ngrit flamuri të parën herë pas Gjergj Kastriotit. Shtatë në pak, se të koshia. Hoxh, shtatë në shtirë. Se të qyshin në të nej, sikur më një jam shumë i knaqur me kja këtu, se të kjo, dua me korrigjua diçka, për dëgjuesit juj, jo për të tonë. Po kja kryua një keq kuptim që ju kanë tha, jo, ju zëtnin është, po shumë hoxhallar ka thanë, Malzi s'ka shqiptar, na jem autokton, na jem, si me tha, na jem si zjari në synin e le qkjaut e le turkut, se jem autokton s'kem ndryshu feje për 2000 vjet as kombë. E shkjau në orren ma shumë se që ka orruje muslimanin. S'na kanë thane katolika po musliman, na kanë orruje se jem shqiptari në kanë thane. Bravo, e vërtet. Edhe një dishka, qa ta thash edhe të punë për e benzinjë sa kem të nejtë, thash në kodë me ja qitë shtyrën e bardhë moli ziju shqiptarë, kënë me ja qitë Malsiju. Ja ka qitë dhe Gjolulli, e Malsor që ka nërë gjak për flamur, e për kom, e për fe. Hoxh, faleminderit shumë që edhe e lam pak me full se është prej Malsisë vjen, e thash të rana kritikan dhe s'po na jep një hapësi se ju ma shumë, prandaj e ftu këto sporit. Në fillimisht i përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit tuaj dhe të gjithë shqiptarët kudo që janë. Parafolsin tim nuk e kom njoft, se kom pasi herë deri më sot. Prandaj ne kemi ardhur këtu që të bisedojmë dhe të debatojmë vllazërisht. Unë do të mundohena me argumente, jo me eufori edhe me ton të lartë, por ato çka i kemi me i thonë do t'i themi. Para së gjithash ne fatmirësisht si popull kemi ditë dhe dim dhe do dim deri sa të ekziston kjo ekzistencë, me ruajt njëri tjetrin. Ne jemi shqiptarë, na bashkon gjaku, na bashkon flamuri, na bashkon tradita, gjuha, shumë se na bashkojnë. Na nda besimi, na nda feja. Edhe vetë Zotin Kur'an thot, lekum dinukum waliya din. Ju debatoni, e falni edhe tregoni mirë, po në fund se cili keni të juajën. Pra, unë nuk kam asnjë sen kundër vëllezërve tonë që besojnë në krishterim apo në Bibël. Mirë po, mund të them aty ku thot Kur'ani për diçka që shembull bëj nuk qëndron apo nuk është ashtu, mund të them është në këtë mënyrë. Sepse ardhja e Kur'anit është ai bashllëku që ka mbet se Isa alayhis salam sikur që tash del mua dikush të mbretën në rrugë. Jes pa i thon familjes as i sen, pa ja tregua si amanet, pa as besimtarve. Prandaj ajo ku ka met aty në gjysëm, Zoti i Madhëreshëm e ka quajtur të dërguarin e fundit edhe i ka kristalizuar gjërat. Sepse do me bën ligjërata, mundi me ndërhyj. Po, më pa problem. Se hoxhat janë mësuar me bën ligjërata e njerëzit me dëgju. Hoxh, edhe një pak marat, pse të Po, marat, hoxh. Mos si të mrih atë rri. Calm down. Në gjë. Në një program të kom një, e aty e kom bën atë replikën, që ti je hillrua, pse e kom bën replikën, ke kam me një aktor krishter, ke fol për një mbret, Pistinius. Ai nuk ekziston, hoxh. Jo, nuk ekziston, sa da mu ka qenë. Po kush është ai Pistinius? Kush ai në libra historike? Në kohën e Jezusit ka Mereti Herod, ka Herodi Antipa, kanë njerëz që i di me fakte historike. Kush është Pistinius që ka allon 1000 ideve që me za Jezusin? Kush ai? Ku i ke marrë këto? Në historinë në cilën libër se komet kërkua vërtetime. Dëgjon, historinë islame ashtu shkruan, ashtu i ka dhënë. Cilën libër? Buhariu, Tafsiret, ku shkrua?
Buhariu nuk I kanë shtiduar ato e E fjalë di, po duam me pejgamberit. ditë, ku, se ti po fol fjalën hava, tash Atë thash histori islame. në cilën Në histori tafsir, islame. a tafsir, Ti nuk I kupton gjërat në fe. jo I kuptoj, po I kuptoj tepër mirë. Tefsir është koment I Kur'anit. mirë, po Hadith cilën është histori? fjalët e të dërguarit. I di, tëra I di. Atëherë,